Pendimi i mosbesimtarve në prag të vdekjes. Njerëzit gjatë rrugtimit të tyre në këtë botë marrin vazhdimisht sinjale dhe kujtesa rreth realitetit të jetës së ardhshme, xhenetit dhe xhehenemit. Pavarësisht kësaj, shumë prej tyre zgjedhin të shpërfillin këto mesazhe, duke mbyllur zemrat edhe mendjet ndaj tyre. Kur çasti i vdekjes u afrohet mosbesimtarve, njëri nga burimet më të rënda të pikëllimit që i godet është vetdia e hidhur, se askush tjetër nuk është fajtor për shkatërimin e tyre. Ata vetë, me zgjedhje të lira dhe të vetëdijshme, e kanë çuar veten drejt këtij fundi. Vuajtja e tyre nuk fillon me ringjalljen. Ajo fillon pikërisht në atë çast kur shpirti ndahet nga trupi. Tmerri që ka plon mosbesimtarin në prag të vdekjes është vetëm hapi i parë i një agonie që do të vazhdojë pafund. Allahu e përshkruan këtë gjendje në Kur'an dhe këmbët do të ngrihen. Atë ditë ai do të cilët tek Zoti yt. Ai as nuk besoi dhe as nuk u fal. Por e mohoi të vërtetën dhe ja ktheu kurrizin, e pastaj shkoi tek njerëzit e vet, duke u krenuar. Mirë për ty. Sërish, mirë për ty. Mirë për ty. Surja Kiame 29:35. Është thelbësore të theksohet se kjo frikë dhe ky tmerr nuk i prekin besimtarët. Ai që e ka kaluar jetën duke kërkuar kënaqësinë e Allahut, e pret çastin e vdekjes me shpresë dhe qetësi shpirtërore. Mosbesimtari, përkundrazi, e kupton shumë vonë gabimin e tij, dhe ky pendim i vonuar nuk e shpëton dot nga pasojat e veprave të tij. Kurani na tregon se shpirtrat e mosbesimtarve nxirren me dhunë dhe me mundim të madh, as sikur ti shije keqbërësit gjatë agonisë së vdekjes, kur ëngjëjt zgjasin duar duke thënë: dorëzoni shpirtrat tuaj, sot ju do të ndëshkoheni me dënim poshtrues për shkak të pavërtetave që keni thënë për Allahun dhe që keni shpërfillur shpalljet e tij. Sure Enam 93. E çfarë do të bëjnë ata kur ëngjëjt do t'ua marrin shpirtin, duke i rrahur në fytyrat edhe shpirtrat e tyre? Sure Muhammed 27. Nuk mund ta kuptojmë plotësisht intensitetin e asaj që përjeton mosbesimtari në ato çaste. Megjithatë, Allahu na e përshkruan këtë realitet si një mësim edhe paralajmërim, që njeriu të mendojë dhe të largohet nga ai rrugtim që çon drejt një fundi kaq të dhimbshëm. Dhimbja fizike e nxjerrjes së shpirtit shoqërohet me një dëshpërim të brendshëm, të pamatshëm, sepse mosbesimtari e di se nuk ka rrugëthimi. Vdekja nuk është fundi, ajo është një kalim në pragun midis dy botëve. Në atë moment të kalimit, njeriu është plotësisht i vetëdijshëm dhe e kupton se çfarë e pret. Mosbesimtarët, të goditur nga ky realizëm, i drejtohen Allahut me lutje dhe pendim. Ata dëshirojnë t'i jepet një shans i dytë, të kthehen në dynja edhe të veprojnë ndryshe. Por ky dëshirim mbetet i paplotësueshëm. Kur i vjen vdekja ndonjërit prej tyre jo besimtarve, ai thotë: O Zoti im, më kthe që të bëj vepra të mira në botën që kam lënë. Kurse si, me të vërtetë kjo është një fjalë të cilën ai kote thotë. Sure Mu'minun 99:100. Allahu na tregon se edhe nëse do t'u jepej mundësia e dytë, ata do të ktheheshin sërish ke mohimi. Jeta e tyre kishte qenë mjaft e gjatë. Mesazhet kishin arritur tek ta, paralajmërimet ishin bërë. Zgjedhja kishte qenë e tyre. Një tjetër burim i pendimit të mosbesimtarve është kontrasti i dhimbshëm që vërejnë mes fatit të tyre dhe fatit të besimtarve. Ata që dikur ishin objekt talljeje dhe përçmimi prej tyre, tani shpërblehen me gëzime dhe mirësi të pafund. Shpirtrat e besimtarve nxirren me butësi dhe dashamirësi, të cilëve ëngjëjt ua marrin shpirtrat, duke qenë të pastër, i thonë atyre: shpëtimi qoftë mbi ju. Hyni në xhenet si shpërblim për veprat që keni kryer. Sure Nahl 32. Dhe siç thot Allahu për shpirtrat e besimtarve. Sure Naziat 2. Ata nxirren me lehtësi të plotë. Mosbesimtarve u ishin dhënë të njëjtat mundësi, të njëjtat mesazhe,
i njëjti libër udhësues, por ata zgjodhen të mirat e përkohshme të kësaj bote mbi të mirat e përjetshme të ahiretit. Kjo vetëdije ndez edhe më shumë zjarrin e pendimit të tyre. Allahu pohon qartë. A mos mendojnë ata që bëjnë vepra të këqija, se ne do t'i bëjmë të njëjtë me ata që kanë besuar dhe që kanë bërë vepra të mira, se jeta dhe vdekja e tyre do t'jetë e njëjtë? Sa keq që gjykojnë ata. Sure Gjathije 21. Secili do të marrë atë që ka mbjellë. Drejtësia hyjnore është absolute dhe e pagabueshme. Pendimi i mosbesimtarëve i nisur që nga çasti i parë i vdekjes do të vazhdojë sa të dojë Allahu. Çdo moment, çdo orë, çdo ditë do të ushtojë atyre ndërgjegjen për atë që humbën dhe atë që fiton. Nuk do të ketë qetësi, nuk do të ketë pushim nga kjo barë, por çelësi i shpëtimit ekziston dhe është ende i aksesueshëm për çdo njeri që nuk e ka takuar vdekjen. Rruga e qartë të kthehesh sinqerisht tek Allahu, të studiosh Kur'anin edhe Sunetin e Profetit alayhi selam, të meditosh mbi realitetin e vdekjes jo me frikë paralizuese, por me ndërgjegje ndërtuese. Kush e ndjek këtë rrugë, fiton kënaqësinë e Allahut si në këtë jetë, ashtu edhe në tjetrën. Allahu i drejtohet shpirtit besimtarit me fjalët më të bukura. O ti shpirt i qetësuar, ktheu tek Zoti yt, i kënaqur me atë dhe ai i kënaqur me ty. Bashkohu me robërit e mi dhe hyr në xhennetin tim. Sure Fejr 27:30. Reflektimi i sinqert mbi vdekjen dhe jetën e përjetshme, i shoqëruar me veprime të mira dhe besim të palëkundur, është mburoja e vetme kundër pendimit të vonë dhe porta e vetme drejt lumturisë që nuk ka fund.